sa të ketë kapacitete për ta përballuar çdo ditë me smur. Si dhe në fund të ditës, domethënë anatemohemi në mënyrë të frikshme nga pacientët dhe nga ana tjetër shikoj për shembull lajme, domethënë lajme po aq horror të ushqimeve të skaduara, të ushqimeve të helmuara, të kontaminuara dhe reagimi është zero. Pra, kur vjen puna që ti i dashur individ i Republikës Shqipërisë, pra po vdes nga kanceri për 1 milion arsye që lidhen me stilin e jetës tënde, dhe vjen pastaj tek ne, sepse ne kemi zgjedhur t'ju shërbejmë se ju jeni të smur, ne anatemohemi, edhe, në më thënë, reagimin dhe fenomeneve të frikshme. E thonë troq, këtyre doktorëve t'u presësh kokën, t'u presësh Tani, këtë realitet që e katandistin ke produkti më i lirë, me ofertën më të mirë, por që nuk jep garanci produkti, e kanë bërë distributorët, apo e ka bërë etja e madhe? E kanë bërë distributorët të parë dhe ata që si dhe në produkte kontraband, që vinë të godasin të klinikës dhe thotë e kam të produktin pak më lirë se sa distributori, mos e do. Dhe aty, normalisht, dhe unë do gënjesha, do ta merja për më lirë, dhe në momentin që ti e merja të produkti që mund jetë më lirë, sepse më ka ndodhur, ti e hap dhe e shef e krahason me atë që ke origjinal dhe thua, nuk është njësoj dhe e hedh në plera. Dhe ti ke produkte falso, që nuk i merë nga distributori, dhe shqyr zotit, mjekat më të mirë, dhe të më korrigjoni sa ka më gaboj, punojnë direkt me depot dhe me brandet më të mira të produkteve. Sepse në qoftë se dikush... Kjo është fati ynë që ca mjek janë mjek. I cili shkruan Made in Korea, but not for Europe, do të thotë që diçka çalon këtu. Ke dhe përfaqësi patjetër, që janë përfaqësi, që kanë produktet e nivelit të dytë. Por, investimi i kompanive të mëdha që se di jam lejo të përmend brandet europiane, apo kanadeze me të cilën. Se bëjmë reklam atyre, se s'digjim për ne ata. Fix, ka një gjë që thonë. Mira, do ishte të vinin këtu të bënin qik reklam. Se ne kemi investuar teknologji për të nxjerrë produktin më të mirë. Nuk po nxjerrim të marrim një filler, sepse dihet shumë mirë që Korea dhe produktet koreane është një fabrikë që prodhon me sasi të mëdha tonelata filleri, ka dhe brande italiane, që thotë merr këtë fillerin, neve kemi paguar për të marrë CN, dhe ti fute merr si të duash ti, dhe mund të marrë dhe të bëj një brand me fillerin tim. Ta quaj Roris filler. E marr nga Italia apo e marr nga Korea, por kualiteti është zero. Dhe vjen pacienti pas 8 muajsh kur fillon shpërbëhet ai produkti me topa. Si ndryshon ky realiteti? Duhet patjetër një shkollë estetikës, doktoresha, që këta njerëz të mësojnë në vendin e dur dhe të mos mësojnë nëpër parukeri që ti njoftojnë nëpër kafe. Personat që injektojnë tani në mënyrë të lishme. Po, domethënë kanë dëshirë të mësojnë dhe ju pëlqen sepse kanë shikojnë që kanë të bësh një shkollë mjekësisë estetike. Ti e di kushtin tim kur bëjnë trajnime? Pa më sjell diplomë dhe pa e ditur që nuk është me background mjekësor apo degë mjekësisë dhe ka eksperiencë, tek unë nuk jenë trajnim. Dhe nuk e bëj vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Është e vërtet. Ne kemi bërë një trajnim me një mjek italian që erdhi Enkars për një produkt me bazë kolagjeni dhe salla ishte super plot, i mori një nga një të gjithë pjesëmarrësit dhe çfarë pa infermier, tha infermierët lutem dalin nga salla. Kush nuk është mjek, nuk do ri këtu. Ama se diskriminim për infermierë. Jo, se nuk mund të... Se ata kanë bërë një shkollë deri diku. Jo. Se edhe infermierët nuk... Jo, sepse janë komplikacione.